Rusia dhe Ukraina përfunduan shkëmbimin nga 1.000 të burgosurve secila të dielën, thanë Ministria Ruse e Mbrojtjes dhe Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky, në shkëmbimin më të madh të këtij lloji që nga fillimi i luftës 3 vjet më parë. Shkëmbimi traditor nisi të premten dhe përfshinte kryesisht të burgosur lufte së bashku me 120 civil nga secila palë. Të dielën të dyja palët shkëmbyen 303 të burgosur. Sot luftëtarë të forcave tona të armatosura, gardës kombëtare, shërbimit shtetëror të rojës kufitare dhe shërbimit shtetëror të transportit special, po kthehen në shtëpi, shkroi Zelensky në aplikacionin Telegram. Shkëmbimi ishte i vetmi hap konkret drejt paqes që doli nga bisedimet e para të drejt për drejta, mes palëve ndërluftuese në më shumë se 3 vjet, që u zhvilluan më 16 maj në Stamboll, nga ku nuk u arrit që palët të binin dakord për një armpushim. Ukraina, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet të tjera perëndimore kanë bërë thirrje për një ndalesë 30 ditore të luftimeve pa parakushte për të lejuar bisedimet e paqes. Qindra mijëra ushtar nga të dyja palët besohet se janë plagosur ose vrarë në konfliktin më vdekjeprurës të Evropës, që nga lufta e dytë botërore, megjithse asnjëra palë nuk publikon shifra të sakta të viktimave. 10 mijëra civil ukrainas kanë vdekur po ashtu, ndërsa forcat ruse kanë rrethuar dhe bombarduar qytetet e vendit. Të premten, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se sapo shkëmbimi i të burgosurve të përfundonte, Moska do të ishte gati që t'i paraqiste Ukrainës një projekt propozim për një marrëveshje paqeje afatgjatë.